Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ngjarjet e fundit, të cilat kanë ndodhur në vendet shqiptare, përfshirë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, na kanë bërë ne gazetarëve që të ulemi ndoshta edhe të thurim fjalë, të shkruajmë pika mbi të cilat duhet në këndin e gazetarëve t'ju japim shqiptarëve një mësim, t'ju japim të rinjve një mësim dhe t'ju tregojmë grave, femrave se sa të forta dhe sa të guximshme duhet të jenë në jetë. Që nga rasti i Liridona Ademajt gjithmonë kanë folur për të drejtën, gjithmonë kanë folur për guximin, gjithmonë kanë folur për jetën, se sa bukur duhet ne të jetojmë dhe se çfarë pozicioni kemi ne në jetë dhe sa forcë kemi. A mund të ketë dikush forcë mbi ne përveç Zotit? Jo, sepse Zoti ka krijuar të gjithë njerëzit njësoj, përfshirë vajzën apo djalin. Unë jam munduar që nëpërmjet disa fjalëve të shpreh mlefin, dhimbjen, por edhe dashurinë që kemi për nënat edhe motrat tona shqiptare. Sot flas për një plagë që na prek të gjithëve. Vrasjen e grave në Ballkan dhe veçanërisht brenda popullit shqiptar. Nuk është thjesht një numër në statistikë. Është një emër, një histori, një fëmijë që humbet nënën për qafimin e nënës. Është një ditëlindje që nuk do të festohet më, është dritarja e një shtëpie që mbyllet përfundimisht. Çdo jetë e marrë me dhunë është një dëshmi e dështimit ton si shoqëri që duhet të mbroj dhe të risë të doptit e vetë. Unë i kam quajtur të doptit se realisht nga rasti në fund që ndodhi në Kosovë kam arritur të kuptoj se sa e dobët është një femër shqiptare e cila bizotrohet nga frika që i është krijuar ndër vite nga trysnia që ka patur nga partneri i saj. Dhimbja e këtyre grave është e thellë. Ajo nuk është thjesht fizike e dukshme. Është e ndërtuar nga frika që rritet në heshtje, nga vuajtja që nuk denoncohet, nga ideja që zëri i saj nuk do të marrë drejtësi, ka gra që qëndrojnë pas mureve të shtëpisë së tyre, të turpëruara, të trembura, të menduara se çdo hap jashtë atij muri do të sjellë më shumë të keqen. Ka gra që kërkojnë të mbijetojnë brenda marrëdhënieve që duhet të kishin sjellë dashuri. Dhe kur historia përfundon në të keqen më të madhe, humbjen e jetës, ne mbetemi me pyetjen pse nuk u dëgjua. Një pjesë e tragjedisë është mos denoncimi, edhe pse në rastin e fundit ka patur denoncim por është falur. Shpesh viktimat ose familjet e tyre heshtin. Arsyeja cila është? Është frika nga stigmatizimi, nga ekonomitë, nga besimi i dhënë gabimisë se shteti nuk do të mbrojë. Dhe realisht, në shumicën e rasteve kemi arritur të kuptojmë që shtetet nuk mbrojnë, do me thënë përkundrazi i marrin gjërat shumë të thjeshta. Ose frika tjetër që është tek femrat nga përkeqësimi i dhunës pas denoncimit, sepse gjithmonë është ajo frika e madhe që unë nëse e denoncoj, ai mua do më vret. Në disa komunitete, stigma kulturore bën që viktima të ndihet e turpëruar në vend të agresionit. Kjo heshtje ushqen brutën e dhunës, sepse dhunuesi vazhdon të mendojë se veprimet e tij do të kalojnë pa pasoja. Por më e rënda është kur vrasjet konsiderohen si çështje private, tema për të cilën ndërhyet pak, diskutohet pak dhe shumë shpesh harrohen krejtësisht. Një jetë nuk është kur private. Kur përfshin dhunë, nuk ka private, sepse nëse ne do të shkojmë në një familje dhe të pyesim për shembull motrën e atij zotëris apo kunatën tjetër thot nuk e di, më çështje private. Dhe kjo nuk është më private kur përfshihet dhunë, ajo ka nevojë për ndihmë.
Dhuna ndaj grave është krimi kundër njerëzimit të familjes, komunitetit dhe përparimit ton si komb. Të heshtësh është të bësh palë me dhunën. Kjo është të heshtësh. Megjithatë, ky mesazh nuk është vetëm për përshkrimin e dhimbjes. Është një thirrje kryengritje të qetë edhe të vendosur. Një ftesë për të ndryshuar rutinën e ndarjes së fatkeqësive. Ndryshimi fillon me njohjen. Njohja se kjo nuk është fatkeqësi personale, por është një problem i madh shoqëror që kërkon përgjigje kolektive. Ndryshimi fillon në shtëpi, fillon në shkollë, fillon në kinema, fillon në ligj dhe në mënyrën se si ne flasim për femrat e komuniteteve tona. Çfarë mund të bëjmë ne konkretisht? Së pari të pranojmë dhimbjen e tyre dhe ta dëgjojmë pa paragjykime. Të qëndrojmë pranë grave që guxojnë të flasin. Të mos i gjykojmë për zgjedhjet e tyre. Të mos shqetësohemi për sigurinë dhe dinjitetin e tyre. Dhe ne duhet të shqetësohemi pafund. Kur dikush vjen tek ti dhe të tregon se po vuan, besoj, mos e dërgo tek dyshimi, sepse dyshimi mund të jetë ai që e ndalon shpëtimin. Së dyti, ta thyejmë stigmatizimin kulturor. Kur fëmijët mësojnë nga historia e familjes se dhuna është e papranueshme, ne kemi fituar betejën, por kur fëmijët mësojnë nga familja e tyre se dhuna është e pranueshme, ne kemi humbur betejën para se të fillojë. Prandaj duhet të flasim hapur në shkollë për respektin, marrëdhëniet e shëndetshme, pabarazinë gjinore. Ne duhet të mbështesim programe edukimi që mësojnë djemtë dhe vajzat të respektojnë kufinë dhe dinjitetin njerëzor. Së treti, të forcojmë rrjetet mbështetëse, organizatat, qendrat e strehimit, linjat e ndihmës dhe advokatia ligjore duhet të jetë e disponueshme dhe e financuar. Një grua që vendos të largohet nga dhuna nuk duhet të ketë një udhtim të vështirë duke kërkuar ndihmën. Shërbimet duhet të jenë të qasshme, konfidenciale dhe të besueshme. Komuniteti ynë duhet të bëjë presion politik që shteti të plotësojë këto rrjete. Së katërti, të mos lejojmë që ligji të ngelet thjesht në letër. Implementimi i ligjeve për dhunën gjinore kërkon vullnet politik, trajtim për policinë, trajnim për prokurorët dhe gjyqtarët dhe proces të shpejt për të siguruar që viktima të mos jenë viktima edhe gjatë procedurave të drejtësisë. Kur ligji e dëmton viktimën me burokraci, me vonesa ose me gjuhë që minimizon tmerrin, ne kemi humbur betejën e parë. Kjo është shumë e rëndësishme, që duhet ne ta luftojmë, që ligji duhet të sigurojë që gjatë procesit viktima të jetë rahat, jo të mbetet e kërcënuar. Së pesti, le të përdorim fuqinë e komunitetit. Kur një fëmijë, një mësuese, një koleg ose një shok e sheh dhunën, reagimi është detyrë morale që fatkeqësisht në shumicën e vendeve tona nuk ndodh, fëmijë nuk reagon. Ndërhyrjet e hershme shpesh shpëtojnë jetën. Nuk do të thotë të jesh spektator, por të jesh aktiv do të thotë të raportosh, të ofrosh ndihmën praktike, të bësh lidhje me strehime apo organizata. Kur komuniteti përgjigjet në mënyrë kolektive, agresioni humbet hapësirën e veprimit. Po ashtu, edhe duhet të festojmë gratë që shpëtojnë dhe gratë që guxojnë të flasin. Manifestimi është shumë i rëndësishëm i këtyre grave. Të tregojmë historitë e tyre jo si shënjestër për spektakël, por si dritë që i tregon të tjerave rrugën. Kur shohim shembuj të lidhjes, të rezistencës dhe të ndryshimit, ato janë një thesar i pazëvendësueshëm. Një grua që ka bërë një zgjedhje, një grua që ka kërkuar ndihmën, është një hero i vërtet i komunitetit të saj. Në fund, ndryshimi vjen nga vendosmëria e përbashkët, nga politika, nga ligji,
nga kultura dhe zemra e çdo banori. Të gjithë kemi një rol të rëndësishëm. Çdo njeri që zgjedh të reagojë në vend të të heshturit e bën ndryshimin. Çdo organizatë që i del përpara dhunës shpërndan shpresën. Çdo zyrtar që e ndjek drejtësinë deri në fund jep një mesazh të qartë që jeta e një gruaje është e paprekshme. E di që fjala shpresë tani tingëllon e rënd, e mbushur me lot edhe me kosto, por shpresa jon nuk është naive. Është akti i vazhdueshëm i vendosmërisë. Është transformimi i dhimbjes në veprim. Është vendimi për të mos lejuar më asnjë grimcë të mungesës së drejtës. Është bërja e komunitetit ton një vend ku çdo nën, çdo motër, çdo vajzë dhe çdo bashkëshorte e ndjen veten të sigurt dhe të vlerësuar. Le të mos harrojmë asnjëherë se ndryshimi fillon me një Z. Mund të jesh ti që e ndërton historinë, mos e nënvlerëso fuqinë e fjalës tënde, të një telefonate, të një mesazhi, të një pranisë së thjeshtë. Nëse secili prej nesh bën vetëm pak më shumë, pasojat do të jenë të mëdha. Sot me këtë fjalim, unë do të ftoj, dëgjo, beso dhe vepro, dhe mos u lodh për çdo grua që është larg, për çdo familje që po vuan dhe për çdo fëmijë që do të rritet në një botë më të sigurt, duhet të veprosh njëherë. Kjo është një betejë për dinjitet, është një betejë për jetë dhe për të ardhmen e njerëzimit tonë. Mos e lejo të shkojë më tej, të bashkuar ne mund të shndrojmë dhimbje në drejtësi dhe heshtje në zë. Le të bëjmë atë që duhet për të ndaluar këtë murtaj të dhunës dhe për të kujdesur për jetët që janë besuar deri më sot. Nëse ne punojmë me dinjitet dhe me moral, nëse ne e ndihmojmë motrën tonë, dhuna do të ndalojë. Nëse ne e marrim karigen për ta shfrytzuar pozicionin për të mirën e saj, ne nuk do të kemi më liridona, sepse gratë po vriten, burrat po bëjnë krime siç ishte krimi në Kosovë që vrau të dy vëllezërit dhe të gjithë po heshtin.